Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Ju uroj një javë të mbarë dhe le të shikojmë letrat tarot, çfarë na sjellin për 12 e zodiakut për ditën e hënë, 24 gusht 2026. Ju faleminderit. Dashi, letra e tarotit për këtë të hënë, dash, 8 shpatat. Më 24 gusht, hëna në britsjape përqendron vëmendjen tënde te puna, dash, përgjegjësitë dhe qëllimet profesionale. Mund të faqet një problem që kërkon vëmendjen tënde, por mos u frikëso. Kjo është diçka që mund ta zgjidhësh. Te çpatat tregon një ndjenjë bllokimi. Mund të mendosh se je i kufizuar ose në një situatë që nuk të lejon të ecësh përpara. Por shpesh problemi nuk është aq i madh sa duket. Mund të jetë duke bindur veten se nuk e zgjidhje tjetër, ndërkohë që zgjidhja është shumë pranë teje. Shiko situatën nga një këndvështrim tjetër, pyet veten çfarë po më pengon vërtet. Mund të kuptosh se ajo që të mban pas nuk është një pengesë e jashtme, por frika, dyshimi ose mënyra si po e percepton situatën. Zgjidhja mund të jetë pikërisht përpara syve të tu, duhet vetëm të hapësh sytë të guxosh të bësh hapjen e parë. Në punë, një problem mund të të tregoj pikërisht se ku duhet të përqendrohesh. Në jetën personale, mos lejo frikën të bindë se nuk e zgjedhje. Dhe mesazhi i tarotit, nuk je aq i bllokuar sa mendon, liria që kërkon mund të jetë shumë më pranë nga sa e imagjinon. Demi, letra e tarotit, kryepriftëresha e përmbysur Dem, më 24 gusht. Hëna në britsjap të fton të kushtosh më shumë vëmendje bindjeve, mendimeve dhe mënyrës se si po i merr vendimet e tua. Pyet veten, ke po dëgjon vërtet këto kohë, mund të jesh duke dhënë shumë rëndësi mendimit të dikujt tjetër dhe pa e kuptuar të lejosh zëri i tij të mbicotërojë mbi arsyetimin dhe dëshirën tënde. Kryepriftëresha e përmbysur, shfaqet kur po injoron intuitën tënde, ndoshta brenda vetes di shumë më mirë se çfarë dëshiron, ose cili vendimi i dur, por po lejon opinionet, presionin apo pritshmëritë të tjerëve të ndikojnë. Mos bëj diçka vetëm sepse të tjerët presin që ta bësh. Merr pak qetësi, largoje zulmën përreth dhe dëgjoj zërin tënd të brendshëm. Intuita jote mund të të tregojë më shumë nga sa mendon. Në dashuri, mos lejo që miq ose njerëzit e tjerë të vendosin për marrëdhënien tënde. Në punë, beso te gjykimi yt dhe mos ndik verbalisht mendimin e të tjerëve. Dhe mesazhi i tarotit, mos e humb zërin tënd duke dëgjuar shumë zërat e të tjerëve. Beso intuitës dhe zemrës tënde. Binjakët, letra e tarotit për këtë të hënë. 8 kupat binjak, është një letër e fuqishme që flet për emocionet, largimin nga ajo që nuk të shërben më dhe rikëtimin e kontrollit mbi veten. Më 24 gusht, mund të kuptosh se emocionet e tua kanë qenë më të forta nga sa doje, sidomos gjatë bisedave të tensionuara, mund të kesh reaguar shpejt ose të kesh thënë gjëra që më pas i ke menduar gjatë. Sot ke mundësinë të ndryshosh këtë mënyrë reagimi. Një situatë mund të të jap një mësim të rëndësishëm. Nuk e pse të reagosh ndaj çdo gjëje më një herë. Ndonjëherë forca e vërtetë është të ndalosh, të marrësh frymë të zgjedhësh me kujdes si dëshiron të përgjigjesh. Kjo letër tregon gjithashtu një ndryshim të rëndësishëm në jetën tënde. Fillo të dëgjosh më shumë veten dhe të kuptosh se çfarë të bën mirë dhe çfarë jo. Nëse diçka nuk të duket e drejtë, mos ke frikë ta thuash. Në dashuri, mos lejo emocionet e momentit të drejtojnë bisedat e rëndësishme. Në jetën personale, është koha të largohesh nga ajo që të lodh emocionalisht. Dhe mesazhi i tarotit, dëgjoje veten, kontrollo reagimet, mos ke frikë të largohesh nga ajo që nuk të sjell më qetësi. Gaforja, letra e tarotit për sot gafore, 7 pentakulat. Durimi është një nga cilësitë e tua më të forta gafore, dhe 7 pentakulat të kujton pikërisht vlerën e të mos nxituarit. Më 24 gusht, mund të gjendesh përballë një mundësie, oferte ose situate që kërkon një vendim, por jo çdo gjë që të ofrohet tani do domosdoshmërisht ajo që të duhet. Ndonjëherë zgjedhja më e zgjuar është të presësh. Ti ke aftësinë të përmbahesh kur është e nevojshme dhe të mos lejosh të tjerët që të shtyjnë drejt një situate që nuk të përshtatet. Mos u shqetëso nëse humbet një mundësi të momentit vetëm sepse nuk je gati ta pranosh. 7 pentakulat të kujton se gjërat e mira kërkojnë kohë. Ajo që po ndërton me durim mund të jetë shumë e vlefshme sa një problem i shpejtë që të ofrohet sot. Në punë, mos pranon menjëherë një ofertë vetëm nga frika se mund ta humbasësh. Në financa, mendo për përfitimin afat gjatë dhe jo vetëm për atë që të duket mirë tani. Dhe mesazhi i tarotit, mos u nxito, ndonjëherë të presesh për diçka më të mirë është zgjedhja më e fuqishme që mund të bësh. Luani, letra e tarotit për këtë të hënë Luan, 6 shpatat. Ti ke bërë diçka që ke mundur për të çuar një situatë në drejtimin më të mirë të mundshëm Luan, por tani 6 shpatat tregon se ka ardhur momenti të ecësh përpara dhe të nisësh një kapitull të ri. Ndonjëherë mund të japësh maksimumin tënd, por nuk mund të kontrollosh çdo rezultat. Ka momente kur duhet të pranosh se ke bërë pjesën tënde dhe të lësh të tjerëve hapësirën për të vazhduar aty ku ti ndalove. Mos e shikoj largimin si humbje, përkundrazi mund të jetë një shenjë se ke përfunduar misionin tënd në atë situatë dhe tani duhet të mendosh për rrugën që të pret përpara.
Më 24 gusht, ec me kokën lartë, ndikimi yt ka qenë pozitiv dhe nëse rezultatet nuk janë pikërisht ato që kishe imagjinuar, tani skuat të lësh pas atë që nuk mund ta ndryshosh dhe të përqendrohesh te e ardhmja. Në marrëdhënie, lëri pas kompleket e vjetra dhe kërko më shumë qetësi. Në punë, ke bërë pjesën tënde, tani beso te procesi dhe te njerëzit e tjerë. Mesazhi tarotit, ke bërë mjaftueshëm, ec përpara me kokën lartë dhe mos ke frikë nga një udhëtim i ri që po fillon. Vigjiresha, letra e tarotit për sot vigjiresh, karroca e përmbysur. Një letër që shfaqet në një moment kur mund të ndihesh i ngarkuar dhe të pyesësh veten nëse gjithë përpjekja që po bën i ja vlen vërtet. Ndonjëherë ne vazhdojmë të luftojmë për diçka vetëm sepse kemi investuar shumë kohë, energji ose para. Por kjo letër të kujton se jo çdo betejë duhet fituar dhe jo çdo gjë që ke nesër duhet patjetër të përfundoj. Më 24 gusht mund të shfaqet një mundësi për të ndaluar, për të ndryshuar drejtimin dhe për të provuar diçka tjetër. Të heqësh do nga një projekt, plan apo situatë nuk po të sjellë më rezultat, nuk do të thotë se ke dështuar. Përkundrazi, mund të jetë një vendim shumë i zgjuar, duke mbyllur atë që nuk po funksionon, mund të kursesh kohë, energji dhe para, duke krijuar hapësirë për një mundësi shumë më të dobishme. Në punë, shiko projektet që nuk po japin rezultat dhe mos ki frikë të ndryshosh drejtim. Në financa, një vendim për të ndaluar një shpenzim ose investim mund të kursejë para. Dhe mesazhi tarotit, mund të ndryshosh rrugë, nuk është dështim. Ndonjëherë zgjedhja më e mirë është të ndalosh të ecësh drejt diçkaje më të vlefshme. Peshorja, letra e tarotit për këtë të hënë, asi i shpatave i përmbysur peshore. Më 24 gusht, mund të ndihesh sikur gjërat janë pak të paqarta, mund të mos jesh plotësisht i sigurt se çfarë dëshiron ose cili është drejtimi që duhet të marrësh. Asi i shpatave i përmbysur, shfaqet shpesh kur ka pritshmëri të paqarta, konfuzion ose vështirësi në komunikim. Ndoshta po përpiqesh të marrësh një vendim, por ke shumë mendime që vërtiten në kokë dhe asnjëri prej tyre nuk duket plotësisht i qartë. Sot nuk e pse të marrësh një vendim me nxitim, përkundrazi, bëj një hap pas. Jepi vetes pak qetësi dhe kohë për të menduar se ku ndodhesh, çfarë dëshiron dhe çfarë nuk të duket më e drejtë për ty. Edhe nëse nuk ke një përgjigje në menjëhershme, reflektimi i qetë do të të ndihmojë të kuptosh më mirë situatën. Mos kërko përgjigje nga zhurma përreth, ndonjëherë qartësia vjen kur thjesht ndalon dhe dëgjon veten. Në dashuri, shman keq kuptimet dhe mos një përfundime pa folur qartë. Në punë, mos merr vendime të rëndësishme derisa pritshmëritë të jenë të qarta. Mesazhi i letrës kur diçka duket konfuze, mos u ngut, bëj një hap pas, qetëso mendjen dhe lejoje qartësinë të vijë natyrshëm. Akrepi, letra e tarotit për sot akrep, 5 pentakulat. Një letër që mund të tregojë disa shqetësime në lidhje me paratë dhe sigurinë financiare akrep. Mund të ndihesh sikur gjërat nuk po shkojnë aq mirë sa do të doje ose sikur një situatë ekonomike po të krijon stres. Mund të ketë disa arsye pas kësaj dhe jo të gjitha janë domosdoshmërisht nën kontrollin tënd. Por letra të këshillon të mos lejosh që kjo situatë të bëjë të mendosh se nuk ka asnjë mundësi për ta ndryshuar. Në vend të përqendrohesh vetëm te problemi, kërko një ide të re dhe praktike që mund të të ndihmojë të përmirësosh situatën. Ndoshta një mundësi që nuk e ke konsideruar më parë, një mënyrë për të ulur shpenzimet ose një hap i vogël që mund të sjellë ndryshim. Nuk ke nevojë ta zgjidhësh diçka menjëherë, mjafton që gjesh një zgjidhje dhe të bësh një hap në drejtimin e duhur. Në financa, tregoji kujdesshëm me shpenzimet dhe kërko alternativa. Në punë, një ide kreative mund të të ndihmojë të dalësh nga një situatë e vështirë. Dhe mesazhi i tarotit, mos u përqendro te ajo që mungon, kërko mundësinë që ta ndryshojë situatën dhe të bëj hapin e parë. Shigjetari, letra e tarotit për këtë të hënë, mbreti i pentakulave shigjetar. Ti po luan lojën afatgjat, dhe mbreti i pentakulave është një letër shumë e fortë për sukses, stabilitet dhe rezultate që vijnë nga puna e palodhur dhe këmbgulja. Më 24 gusht mund të jesh më pranë qëllimit tënd nga sa mendon, por ende ka disa hapa që duhet i përfundosh përpara se të shohësh rezultatin përfundimtar. Mos u dekurajo nëse gjërat nuk po ndodhin aq shpejt sa dëshiron. Durimi do të jetë shumë i rëndësishëm kur të ndihesh i paduruar, kujtoj vetes se sa shumë ke mësuar dhe sa përvojë të vlefshme ke fituar gjatë këtij rrugëtimi. Mbylli syt për një moment e imagjino veten duke arritur atë që dëshiron. Mbaje atë pamjen në mendje dhe vazhdo të punosh me të njëjtin përkushtim. Në financa, përpjekjet e vazhdueshme mund të sjellin stabilitet dhe siguri më të madhe. Në karrierë, suksesi vjen nga durimi, disiplinimi dhe puna e qëndrueshme. Dhe mesazhi i tarotit, je më afër qëllimit se sa mendon, mos u dorëzo tani, ajo që po ndërton sot do të bëjë suksesi yt i madh nesër. Bricjapi, letra e tarotit për këtë të hënë, vdekja e përmbysur bricjap.
Diçka që dikur e mendoje si të pamundur mund të rikthehet përsëri në jetën tënde brisjap. Letra vdekja e përmbysur të sjell një mesazh të fortë, mos e humb shpresën, edhe kur një situatë duket sikur nuk ka më rrugë dalje. Ndoshta ke hequr dorë nga një mundësi, një marrëdhënie, një projekt apo një dëshirë që besoje se nuk mund të ndryshonte, por koha mund të sjellë ndryshime të papritura. Njerëzit mund të ndryshojnë dhe rrethanat gjithashtu. Ajo që sot duket e zymt dhe e pamundur për të përmirësuar, mund të marrë një drejtim krejt tjetër me kalimin e kohës. Më 24 gusht, kërkon të mos ditosh të vendosësh se një kapitull ka përfunduar përgjithmonë. Ndonjëherë duhet thjesht të lejosh kohën të bëjë punën e saj. Në dashuri, një person ose situatë nga e kaluara mund të rikthehet në vëmendjen tënde. Në punë, një mundësi që e mendoje të humbur mund të rishfaqet. Dhe mesazhi tarotit, mos e humb shpresën, koha mund të ndryshojë atë që sot duket e pamundur. Besimi yt nuk ka qenë i kot. Ujori, letra e tarotit për sot ujor, 6 kopinjt e përmbysur. Ujor, ndonjëherë mund të kesh diçka që ke dëshiruar dhe përsëri ndihe sikur nuk e arritur asgjë. Kjo ndodh sepse ti shpesh je duke menduar për objektivin tjetër, edhe kur ke bërë tashmë shumë për parim. 6 kopinjt e përmbysur, të fton të ndalosh pak dhe të shohësh pas. Më 24 gusht, mos u përqendro vetëm tek ajo që ende nuk ke arritur. Shiko sa shumë ke bërë, sa pengesa ke kaluar dhe sa larg ke ardhur. Nuk ke nevojë të kërkosh gjithmonë miratimin apo vlerësimin e të tjerëve. Suksesi yt nuk bëhet më i vlefshëm vetëm pse dikush tjetër duar troket. Lejoje veten të qëndrosh pak në vend, të marrësh frym dhe të shijosh atë që ke ndërtuar. Nuk është e nevojshme të jesh gjithmonë duke luftuar për objektivin e radhës. Në marrëdhënie, mos kërko vazhdimisht konfirmimin nga të tjerët, vlera jote nuk varej prej tyre. Në punë, vlerëso arritjet e tua dhe nëse nuk e marr ende të gjithë njohjen që dëshiron. Dhe mesazhi i tarotit, nuk e pse të provosh asgjë sot, shijo atë që ke arritur dhe kujtoj vetes se je mjaftueshëm pikërisht aty ku je. Peshqit, letra e tarotit për sot peshq, 4 kupat, më 24 gusht, po ndihesh i mërzitur, i pavendosur, ose nuk e di se çfarë duhet të bësh më pas. 4 kupat vjen me një mesazh interesant, je gati për sfidën tënde të radhës. Ndoshta nuk ke ndonjë plan të veçantë për këtë ditë dhe gjithçka duket pak monotone, por kjo nuk është domosdoshmërisht diçka e keqe, ndonjëherë një moment bosh është pikërisht hapësira për të zbuluar një mundësi të re. Mos e mbyll mendjen ndaj gjërave që nuk ke provuar më parë. Bëhu kurioz dhe i hapur ndaj sërres. Një ide spontane, një ftesë ose një mundësi e papritur mund të shfaqet pikërisht kur vendon të dalësh pak nga rutina. Letra e tarotit 4 kupa të kujton gjithashtu të mos e humbasësh një mundësi vetëm sepse nuk duket si ajo që prisje. Në dashuri, një njohje një mundësi e re mund të të zgjojë interesin. Në jetën personale, provo diçka ndryshe dhe mos ke frikë të dalësh nga rutina. Te mesazhi i tarotit, mbaje mendjen hapur kur ti je gati të provosh diçka të re, mundësia shpesh shfaqet vet. Këto ishin letrat tarot për 12 shenjat e zodiakut për ditën e hënë 24 gusht 2026. Ju falenderoj që na ndjekni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.